Një hetim I thelluar I prokurorisë së posaçme SPAK ka zbuluar një skem të gjerë korrupsioni dhe pastrimi parash ku fondet publike të Autoritetit Kombëtar të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dyshohet se janë devijuar për përfitime personale të ish-drejtoreshës Mirlinda Karçanaj dhe bashkëpunëtorëve të saj përmes kontratave fiktive dhe transaksioneve të kamufluara. Një nga rastet e evidentuara përfshin blerjen dhe shitjen një apartamenti në Tiranë, I cili kaloi në disa duar me çmime të dyshimta përpara se të regjistrohej në emër të nënës së Karçanajit, me një vlerë shumë më të ulët se ajo reale. Sipas hetimeve, prona kishte një vlerë tregu disa herë më të lartë dhe dyshohet se është financuar me para korrupsioni. Fenomene të ngjashme janë konstatuar edhe në prona të tjera, përfshirë një vilë në Qerret dhe një apartament luksoz pranë stadiumit Air Albania, të cilat rezultojnë të përdorura nga Karçanaj, por të regjistruara në emra të tjerë. SPAK dyshon se një rrjet I strukturuar I drejtuar nga biznesmeni Ergys Agasi dhe I mbështetur nga Ermal Beqiri ka kontrolluar procedurat e tenderave të AKSHIt, duke paracaktuar fituesit dhe duke përfituar miliona euro përmes kompanive fiktive. Një prej tyre, EA Solution, dyshohet se ka shërbyer si kanal për transferimin e ryshfeteve, të maskuara si pagesa për shërbime që nuk janë kryer kurrë. Hetimet janë zgjeruar edhe pas një ngjarjeje kriminale të ndodhur në vitin 2025, ku një biznesmen u rrëmbyer dhe u kërcënua për të hequr dorë nga ankimet ndaj tenderave. Kjo çoi në zbulimin e lidhjeve mes zyrtarëve publik dhe elementëve të krimit organizuar. Në total, janë sekuestruar pasuri me vlerë rreth 30 milion euro, përfshirë vila, apartamente, automjete luksoze dhe llogari bankare. SPAK ka ngritur akuza ndaj disa personave, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht këtë skem komplekse e korrupsioni.